Edicioni i 4 i koncertit të klasikët në Lisus u mbajt në Lezhë duke konfirmuar këtë aktivitet si një nga nismë të rëndësishme në promovimin e artistëve të rinj. Në skenë ngjiten violinistët e reja të shkollës Beslidja, Melisa Figuri dhe Rejna Gazulli, të cilët performuan të shoqëruar në piano nga Synjona Paplekaj. Ky projekt kulturor që tashmë ka krijuar një traditë në qytet, synon të ndërtojë ura mes edukimit artistik dhe jetës kulturore, duke ofruar të rinjve një hapësirë profesionale për zhvillim dhe prezantim publik. Përfaqësues së Bashkisë Lezhë dhe institucione arsimore cilësuan këtë aktivitet si një investim të rëndësishëm për të ardhmen e artit, duke theksuar rolin që luajnë këto koncerte në zbulimin dhe mbështetjen e talenteve të reja. Një emocion tepër i veçantë shohim dy vajza të mrekullueshme sonte të performojnë si dy artistë të vërteta. Njëri të përcjelloi shumë, na keni kënaqur. Gjithashtu dhe mësues dhe për punën e tyre të palodhur për këtë aktivitet kaq të rëndësishëm dhe kaq të bukur. Unë do të them se ky projekt sonë është mbështetur nga Bashkia e Lezhë dhe në kuadër të thirrjes që ne kemi hapur për projekte artistike dhe kulturore për trinët të reja të qytetit të Lezhës. Ju kemi ndjekur dhe herë të tjera dhe me të vërtetë jeni dy talente që qyteti i Lezhës është krenarit ju ke. Është me të vërtetë emocion, krenari që në Lezhë dita ditës po rriten talente si Rejna, si Melisa dhe shumë të tjerë. Sot e keni një krenari, një emocion të jashtëzakonshëm për suksesin e dy nxënësve tona të shkollës Beslidja. Kjo mbrëmje ishte dëshmi e një pune të qëndrueshme dhe të vazhdueshme për vite me radhë. Klasikët Lisus tashmë nuk është një event, është një traditë për komunitetin tonë dhe shkollën Beslidja. Për vetë interpretuesit Melisa Figuri dhe Rejna Gazulli, ky koncert ishte një eksperiencë e veçantë, ndërsa reagimi pozitiv i publikut lezhëan mbetet një shtyse fort për rrugëtimin e tyre në muzikë. Atëherë normalisht që unë jam ndjerë shumë mirë, sepse këto koncerte vetëm i bëjnë shumë më mirë publiku duke ringjallur muzikën klasike prapë në skenë, dhe unë mendoj që publiku lezhëan e vlerëson në maksimum këtë dhe unë mendoj që puna jo nuk shkon asnjëherë dëm. Po, normalisht, sepse duke vënë në skenë këto lloj pjesësh, këto lloj notash, muzike, i përcjell emocion publikut në një mënyrë që asgjë tjetër s'mundet. Ishte shumë emocione, kam studiuar shumë për këtë që ta realizoj dhe isha shumë i lutur që t'i bëj të tjerë të ndjejnë të njëjtin emocion si unë. Po mundem, varet nga studimi dhe talenti që mund kem. Dhe ju e keni? Dhe unë e kam talentin atë, e kam talentin dhe urën për t'i studiuar gjithta. Koncerti u realizua në mbështetjen e Bashkisë Lezhë dhe fal punës projektore të mësues të violinës Alesja Sadiko dhe Fatjona Mema. Klasikët në Lisus po konsolidohet gjithnjë më shumë si një skenë e rëndësishme për zhvillimin e jetës kulturore dhe promovimin e prezë të ri të artistëve në Lezhë.